Musaka me patate dhe kimash receta për ditën e sotme. Patate pasi kemi pastruar, i presim në feta shumë të holla, shkrim gjalpin në një tigan, shtojmë patatet, më pas hedhim qumshtin, hedhim pluhur hudhër, piperin e bardh, i kaudisim mirë derisa të arrijë këtë masën kremoze. Ndërkohë në një tigan tjetër kemi përgatitur dhe ragun të cilin do ta shkruaj recetën poshtë. Patatet i hapim në tavë, më pas shtojmë ragun, hedhim përsëri patatet, përsëri ragu dhe hapim mirë në gjithë sipërfaqen. Në fund hedhim përsëri patatet dhe mbulojmë me djath kaçkavall. E vendosim të pjekim në furrë në 230 gradë për 30 minuta. Siç e shikoni, rezultati është thjesht një mrekulli. Jam e sigurt që nëse do provoni, do ju pëlqejë së tepër. Ju bëftë mirë.